Data 10 janar 2026. Sot këshilla dhe pyetja që do t'i bësh vetes dhe mund ta shkruash në ditarin tënd është: çfarë do të ndodhte sot në qoftë se unë do sillesha më mirë me veten time? Shkruaje, qëndro në qetësi, merr frymëfell, liroje, bëj këtë ushtrim 3 herë dhe shiko çfarë do dëgjosh nga vetja jote. Shkruaj edhe këtë në ditarin tënd. Dhe sot bëj një dhuratë të vogël vetes. Qëndro në qetësi. Mund të ecësh për 5 minuta, 10 minuta, mund të bësh diçka, të pish një kafe në qetësinë tënde, çfarëdo tjetër që ti dëshiron dhe trupi jot që e do. Për më tepër, më shkruaj, komuniko këtu në TikTok, në YouTube, cila video do të pëlqenin të bënja që këtu e tutje. Dhe mos harro të shpërndash këtë video dhe në shok e miq të tjerë. Ju dua shumë, ju falenderoj.